Po, edhe unë pajtona se vrasjet, veprat penale që po kryen, e sidomos to rastet e fundit me vrasje, janë me të vërtet një dështim institucional. Mos ndeshkueshmëria, nuk do të thotë kjo vetëm vrasja, se vrasje kena raste në Kosovë në praktikë që kanë dënime deri në burg përjetshëm. Po këtu mendoj se është veprim mos institucional, nuk po veprohet mjaftueshëm në drejtim se si po sigurohen ato armë. Sa po dënohen armbajtësit pa leje, kena dënime shumë të ulta për këto vepra penale, nuk është vetëm ngurrimi i qytetarëve që të raportojnë rastet e kanosjes, po është edhe mos ndeshkueshmëria ndaj këtyre personave të kaluamën që kanë kryer vepra penale të kanosjes, të kërcënimit një personi tjetër se do t'ja marrë jetën. Nëse se dikush e paraqet një vepër penale të kanosjes që është e rrezikuar jeta e tij apo jeta e një personi, ai person kryerja e asaj veprës penale në gjykatë në praktikë kalohet me një dënim me gjobë, me një dënim me kusht, nuk e ka efektin e ndeshkueshmërisë dhe prandaj mos parandaluese çaj person që të ardhmen që mos kryej vepër penale. Gjithashtu njëjtë është edhe me armbajtjen pa leje, përkundrazi se në kodin penal parashihet dënim deri në 7 vite me burgim, në shumicën e rasteve, dikun 80% të rasteve janë dënime me gjoba dhe dënime me kusht, ndërsa në rajon, për shembull në Shqipëri, ka dënime shumë të larta për armbajtje pa leje. Mendoj se si rezultati i krejt kësaj na mos ndeshkueshmërisë, edhe unë si avokate që është edhe vonesat në marrjen e epilogut përfundimtar të një çështje. Nëse një vepër, një vrasje që ndodh për 10 vite afërsisht nuk merr një zgjedhje përfundimtare, kryersi i veprës penale nuk e merr dënimin e merituar, kjo e humb qëllimin edhe dënimet, sepse qëllimi i dënimit nuk është vetëm të dënohet çaj kryersi i veprës penale, por edhe të shpreh një gjykim shoqëror edhe si mos parandaluese ndaj kryerësit potencial veprës penale. Në këtë rast mendoj se nuk ka efekt dënimi, pasi që kur merret një gjykim i formës së prerë në shoqëri, ai rast veç sa harrohet. Po, nëse flasim për këto shkodran, e përmend edhe Leonora pak a shumë që kjo çështja e armëve, ndoshta edhe përhapja e tyre e armëve ilegale, a mund të ketë ndoshta edhe kjo, a mund të jetë një faktor që